virusi, zgjebja, kolera, gripi i shpendëve dhe madje edhe një shpërthim tjetër Covidi ishin në listën e infeksioneve më të rrezikshme të shkencëtarëve për vitin 2025. Organizata Botërore e Shëndetësisë pohoi në qershor të vitit që lan pas se një burr në Meksik ndorroi jetë për shkak të virusit H5N2. Ky lloj gripi shpendësh nuk ishte gjetur kurrë më parë tek një njeri dhe mënyra se si ky person ishte infektuar mbetet një mister. Në Shqipëri nuk është konfirmuar futja e këtij versioni të gripit të shpendëve. Zyrtarisht në Shqipëri u konfirmua gripi i shpendëve H5N1 në nëntor të vitit që lan pas, por edhe pse kanë kaluar 4 muaj, e vetmja gjë e re që kemi vënë re është rritja e numrit të shpendëve të ngordhur që gjenden në fermat të cilat nxjerrin në treg pula dhe vezë. Ministria e Bujqësisë si pjesë e planit të masave ka deklaruar se ka ndaluar importin dhe tranzitimin e shpendëve nga disa vende. Karantina e parë u raportua në Tiranë në Zallherr, në një obor familjar me pula dhe gjela deti. Ky rast përkonte edhe me festat e fundvitit, kohë kur pulat dhe gjelat e detit ishin blerja kryesore për të gjitha familjet. Në janar u raportua për një tjetër rast në Vlorë, gjë që tregonte se pavarësisht marrjes së masave dhe futjes në karantinë të gjitha zonave të infektuara, gripi i shpendëve ishte përhapur. Kulmin gripi i shpendëve e kapi me raportimin në fermat të cilat janë furnizueset kryesore të tregut me vezë dhe pula. Rasti i parë u raportua në fermën Reas, ku u konstatuan 69.000 shpend të ngordhur. Pas këtij lajmi, u raportua se drejtori i Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve, Ilir Ajdini, u shkarkua nga detyra. Ajdini u zëvendësua nga Sulejman Kullolli, por kjo gjë nuk asgjësoi gripin e shpendëve. Më 9 mars, zëri raportoi se pavarësisht se vezët e Reas ishin tërhequr nga tregu, mund të bliheshin lehtësisht në markete. Ferma e radhës ishte ferma Aiba. Më 17 mars, u raportua se janë konstatuar 1848 pula të ngordhura në fermën Aiba. Lajme të tilla raportohen çdo ditë, por ajo që nuk dim është nëse Ministria e Bujqësisë ka një plan të mirëfillt masash, të cilat mund të mbajnë larg vatrat e infektimit dhe të mos lejojnë përhapjen e gripit të shpendëve. Njoftimet për izolimin e vatrave të infektimit bien poshtë në momentin që raportohet vatra e radhës.